nuk janë pjesë e garës elektorale. Jemi më 8 dhjetor 2024, në Hag, në dhomat e specializuara të gjykatës. Pak para zgjedhjeve në Kosovë, brenda këtij objekti, ish-presidenti Hashim Thaçi po mban fjalim e po aludon për veprime brutale politike nga ky institucion i thirrur për drejtësi. E di se Kosova është në prag të zgjedhjeve të përgjithshme elektorale, por nuk janë pjesë e garës elektorale. Unë nuk paraqes rrezik politik për askë. Më shumë se një vit më vonë rrethanat janë të njëjta. Derisa Kosova është në prag procesi elektoral, paralelisht me këto zhvillime po vepron edhe gjykata speciale. Trupi gjykues i thirrur të shpallak gjykimin kundër krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës e shtyu vendimin përfundimtar, i cili parashihej të merrej deri më 19 maj më së largu. Me një kërkesë në speciale kërkoi 60 ditë shtesë. Tash, afati u shtyt deri më 20 korrik 2026. Zhvillimet politike në Kosovë jo rrallëherë kanë ndikuar vendime në Hag. Më 31 janar të 2025-s, një gjyqtar ja refuzonte Hashim Thaçit kërkesën për vizitë tek babai i sëmur në Kosovë. Arsye, zgjedhjet të 9 shkurtit. Aspektet tashmë sfiduese të sigurisë dhe realizueshmërisë së vizitës së kërkuar në paraburgim mund të bëhen edhe më komplekse në dritën e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, të planifikuara për 9 shkurt 2025. Apo kjo shkresë e vitit 2021, nënshkruar nga ish kryeprokurori famkeq Jack Smith. Kërkonte që Thaçit t'i vazhdohej paraburgimi pasi ndjente rrezik nga fuqia politike e tij. Thoshte se ish partia e tij PDK ka fituar shumicën e komunave në zgjedhjet lokale. Më 17 shkurt 2026, në Prishtinë, drejtësia politik ishte thirrja kryesore e protestuesve kundër padrejtësive në Hag. Dhe nëse drejtësia vazhdon t'i përkulet momentumit politik, atëherë nuk është më drejtësi, është instrument.